Tollumbacet me azot vazhdojnë të jenë shqetësuese për moshën e re. Si pasojë e konsumimit të tollumbaceve me azot, një 15 vjeçar ka shkuar në spital në gjendje të rëndë shëndetësore. Policia Fier arreston në flagrancë për këtë rast shtetasit GZ 60 vjeç dhe RZ 27 vjeç, babe bir, dhe shtetasin Ela 24 vjeç, banues në Fier. Sipas autoriteteve, shtetasi RZ kishte përshtatur katin e parë të lokalit për përdorim droge dhe në bashkëpunim me shtetasit GZ dhe Ela ju shitnin adoleshentëve nxënës të shkollave 9 vjeçare lëndë të rrezikshme për shëndetin, tollumbacet me gaz azoti. Ky ambient i cili u bllokua nga policia reklamoi nga të arrestuarit si vend ku fëmijët adoleshent luanin lojra me kompjuter. Gjatë kontrolleve, këta 3 shtetas u kapën duke konsumuar lëndë narkotike kanabis sativa në prezencë të klientëve të tyre, në dhoma të përshtatura për këtë qëllim në katin e parë të lokalit. Në cilësinë e provës materiale u sekuestruan një bombull me 50 litra azot, një sasi lëndë narkotike kanabis sativa e ndarë në doza, një mjet grirës për të, 250 tollumbace që shërbenin për t'i mbushur me azot, 4 celular, një pajisje elektronike për mbushjen e tollumbaceve me gaz dhe një pajisje për konsumimin e lëndës narkotike në formë tymi. Këta shtetas dyshohet se prej disa muajsh ju kanë shitur adoleshentëve tollumbace me lëndë të rrezikshme për shëndetin e tyre, kundrejt vlerës 350 lek. Materialet procedurali kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Fier për veprime të mëtejshme për veprat penale, prodhimi dhe shitja e narkotikëve, përshtatja e lokalit për përdorim droge dhe fshehja e të ardhurave.